Në kuadër të operacionit Identikiti, shërbimet DFPO-s në bashkëpunim me shërbimet DFP Shkodër dhe Komisariat e Policisë nr. 4 Tiranë, bazuar në informacionet e marra, kapën lagjën 5 Maj Tiranë duke lëvizur me një automjet tip Audi dhe vune pranë nga shtetasit FB Alias FB 21 vjeç, GD 21 vjeç dhe EE 19 vjeç. Drejtuesi i automjetit, shtetasi FB Alias FB, u vune pranë sepse gjykata e Shkodrës me datë 30 shtator 2025 i ka caktuar masën e sigurisë, arrest në burg, përreth penale, vjedhja me armë, mbetur në tentativë dhe mbajtja pa leje dhe prodhimi armëve shpërthyes dhe municionit. Nga hetimet dyshohet se ky shtetas është autori i tentatives për të vjedhur në një argjendari në lagjën Vasil Shando, ku hyri me datën 29 tetë 2025 i armatosur dhe i maskuar me skafandër motomjeti. Gjatë kontrollit fizik në momentin e arrestimit, atij u gjetën sekuestruar një sasi lëndë narkotike kanabis sativa. Metë gjatë kontrollit në banesën që kishte marrë me qira në Tiranë, u gjetën një armëzjarri pistolet, 2 maska, municion luftarak, 3 pajisje për grijen e lëndës narkotike, $550, kartë monedha false, shumë lekësh dhe aksesorë, të cilët u sekuestruan së bashku me 2 automjete dhe me një celular. Ndërkaq në vim të veprime procedurale u arrestuan në flagrancë shtetasit GD dhe EE për veprime penale për krah autorit të krimit, pasi ishin pasagerë në automjetin e të kërkuarit në momentin e ndalimit. Matjat procedurale ju referuan prokurorisë për veprime mëtejshme.